Mamaja ime ishte gocë Tiranëse, nuk donte të shkonte në Burrel. Do me thënë, baba ishte nga Burreli? Jo, as babaj ishte nga Burreli. Babaj im ishte shkodran, qytetar Shkodre. Se si shkoj dhe se si përfundoj atje, unë nuk e di, janë shumë pikpyetje të mëdhaja. Kupton? Nuk kam çat them. Ne s'kishim asnjëri nga Burreli, nga Mati. Babaj im shkoj atje, Burreli s'kishte këpucar, babaj im ishte këpucar. Nëna ishte robaqepsja më me emër në Tiranë dhe ashtu vdiq. Robaqepsja më me emër në Tiranë. Tek medreseja, Fatimja, nuk e di tash nëse e keni dëgjuar. Por mamaja ime zbriti në Burrel fillimisht dhe pa Burrelin dhe nuk mund të qëndronte. Nuk donte të rinte më aty. Nuk donte. Po dhe babai njeri i mirë ishte, po e kishte pak qef atë pijen, kupto? Dhe mamaja nuk pranoi të kthehesh. Përfundimisht. Atëherë një ditë, duke ndetur unë para portës në ndajës, së bashku me këtë vëllain e vogël, se kisha dhe një vëlla më të madh, po ai ishte me maman, nuk ishte me ne, se ishim 4 fëmijë. Edhe babai vjen, se vite gjithmonë bënte gjyqje se donte ta merrte maman. Unë s'kam grua për të ndarë, thoshte, po shkonte mamaja. Edhe ky na shep para portës dhe thotë, do vini me babën? Ne fëmijë të vegjël, sa isha unë, 6 vjeç e gjysmë, 7 vjeç, po i tham ne do vim, se s'dishim gjë. Dhe mbaj mend që kanë përfunduar në karrocerinë e një kamioni, që kanë qenë atëre, agjencia kamionave ka qenë atje ku ishin lojrat me dorë, Kezogu, poshtë Kezogu Zi, ku ka qenë aty ndërtesa. Përfunduam në Burrel dhe 6 vite me radhë, unë nuk e kam parë nënën. 6 vjetë? 6 vite. Nëna nuk vinte? Nëna vinte dhe ky e merrte vesh që do vinte nëna dhe na çonte në fshatrat e Burrelit që ajo mos na shikonte. Do të thënë, ta bënte që ajo të na dëshironte neve. Pastaj përdori dhe një metodë tjetër baba, unë nuk e shaj. Prapse ai na donte shumë ne, por në një farë mënyrë ne ai na lëndoi. Na lëndoi që ja, sot që unë jam 74 vjeçe, vitet nuk e shlyen dot atë lëndim. Është një lëndim që prandaj çiftet sot, kur të ndahen nga njëri tjetrin, t'i bëjnë mirë llogarit, se mirë se çifti ndahet, po kusuret ja fëmia. Edhe babai na kërcënoi pastaj, sepse Tirana i kërkonte, pse këta fëmijë nuk vinë ke nëna? Çfarë bën kjo? Se themën qeveria e Burrelit, si ta them ty me. Po jo i thoshin ata, ne i pyesin fëmijët, po fëmijët thonë ne do rrim ke baba. Sepse ky na kishte thënë, në qoftë se do thoni do shkojmë ke mama, unë do ju therr me thik, thoshte. Po ne ishim fëmijë të vegjël, a? Do të thënë, ju të treve, ty, vllajt dhe motrës vogël? Motra vogël ka ardhur më vonë. Më vonë. E ka rrëmbyer ky, më vonë, po e mori mamaja, sepse s'kishte drejt të pyeteshe motra e vogël. Ishte më e vogël, minorene. Dhe e mori përsëri nëna? E mori nëna, kurse ne të dyve nuk na merrte dot ajo, se ne deklaronim gjithmonë do rrim me babën. E mendoj ndonjëherë po nëna në këtë kushte që ishin të tmerrshme, domethënë, po për hirin tuaj, nuk mendonte që le të vete në Burrel? Jo, ajo s'kishte faje shkreta, nuk mund të, sepse unë shikoja babain që e kthente gotën e rakis. Mamaja ime nuk mund të jetonte në ato kushte. Mjaft e kishte duruar dhe ajo s'kishte faje. Edhe ajo kishte të drejtën e saj. Sot jam grua, nën, gjyshe dhe i mendoj që ajo ka patur të drejtë. Po atëherë si mendoja kur ishe vogël? Atëherë nuk mendoja shumë, nuk e urreja maman, po thoja pse gjithë shoqet e mia kanë nën, vetëm unë s'kam nën. Dhe gjithë nënat e shoqeve të mia më merrin në shtëpi, më lanin, më ofronin, nuk e di, më vjen për të qarë edhe sot për veten time, me thënë të drejtën. Edhe mbaj mend një herë ka ardhur Vitore Rasha në Burrel për të dhënë një koncert me Skënder Sallakun. Edhe më mori në hotel, më krifte flokët se e njifte, se baba im jetoi në fillim në Tiranë. Edhe më krifte flokët dhe më donte fort, se i vite keq për neve. Kam jetuar në mënyrë më të tmerrshme. Pastaj që kam provuar shumë gjëra atë në Burrel. Ja, aq e vogël, domethënë mas një viti jam kthyer në Tiranë. Kaq e vogël unë laja vllajin, laja motrën, dhe kur i laja pjatat, i laja nga brenda, se isha fëmijë, nuk dija. Po nga jashtë nuk i laja. Edhe më thoshte baba, po pse i lan pjatat nga brenda dhe nga jashtë nuk i lan? Po pse ti laj nga jashtë, i thoja unë, neve kur hajmë brenda ke pjatat, nuk hajmë nga jashtë. Po nuk kisha asnjë orientim. Pastaj nuk do të harroj një rast tjetër, pavarësisht se kush ishte Enver Hoxha,
pavarësisht se kush ishte diktatura. Diktaturat kanë qenë në të gjithë botën, nuk është se ishte vetëm në Shqipëri, ka pas në Gjermani, ka pas në Itali, diktaturat kanë qenë botërore. Por maj mend që në vitin 1960, në shkollën e vjetër të Burrelit, vjen shoku Enver për të vizituar shkollën. Ishte viti 60, si duket sapo ishin prishur me Rusina, nuk e di. Dhe unë e shkreta isha në fillim të rjeshtit, doja që të shikoja udhëheqësin. Jo, isha në fund dhe dola në fillim që të shikoja. Po unë s'kisha përpara se shkolle. Pse? Po s'kisha se kush do mi bënte divizën e shkollës. Duart si kisha të rregull, si duket thoj që kisha një qik të rritura kështu, flokët si duket si kisha të kreura mirë. Dhe erdhi një mësues, më mori për dore dhe më çoi në fund të rjeshtit. Dhe unë kam qara të dite. Se doja ta shikoja udhëheqësin, por nuk arrita ta shikoja, se isha dhe e shkurtër e vogël. E kupto? Pra, ishin gjëra që unë më mbetën në mendje. Dashurinë e matjanëve nuk e harrova kurrë. Prandaj unë i kujtoj ata edhe sot. Por kthimi im në Burrel ishte një rastësi kot. Kthimi im dhe i vllajt tim, se motra kishte shkuar ke mamaja, po neve jo, ne vazhdonim ke babai. Do me thënë, ju vazhdonim me frikën që po të flisnit në gjyq, nëse në... Ishte tiposur që ne nënën nuk do ta përmendshim kurr. Ai nuk i lëshonte të dyve. Ju keq trajtonte? Jo, nuk na keq trajtonte, po maj me njerë ka ardhur nëna në Burrel, edhe ne nuk e kishim takuar nënën, se si duket ajo shkreta s'kishte arrit me na taku, dhe ne ishim shtin krevat po flinim. Ky vjen me një shokun e vet, më zgjon nga gjumi mua. E keni takuar momën sot juve? Unë për gjumës, po jo, thash, nuk e kemi parë mamën neve. E keni parë, fol të drejtën, e keni takuar. Pra, ishim në tutelën e kërcënimit, kupto? Dhe një ditë të bukur, nuk e di do të harroj, nën kryetari i degës së brendshme të Burrelit, ka qenë një fari kraja, se fëmia nuk e harron emrat. Ai ishte shkodran, po ishte me punë në Burrel. Edhe i thot babës tim, ty gruaja nuk të vjen, i thot. A merr mbesën time që është 50 vjeçe të martohesh? Po mirë, thot, ky se ishin shkodran të dy. Po mirë, thot ai, po fëmijët thot që ke, do t'i çosh ke nëna vet, se mbesa ime nuk do t'i gjej 2 fëmijët aty. Edhe mirë, thot baba, vjen baba në darkë dhe thot, një gjo, sa i fliste ato dialektin shkodran. Një gjo këtu, thot, mere një trajse të madhe një aty, thot, edhe futi ato tesha, se ta po ju çoj nesër ke mama në Tiranë. Mi po, unë kisha atë frikën e asaj, se unë nuk e harroja. Jo, i thash unë, ne do rri me ty, babe, ne do rri me ty gjithmonë. A e cec thotë, sepse a i vete dite që fëmia nënën do. I bëm gati robat, shkum ke ato buz i linjës, thash tashi do hypim në ato buz, ky do na zbresi. Edhe rria gjithë frikë aty në sedilje. Ishe frikë. Kur janë shkëputur rotat e ato buzit nga toka e Burrelit, atëherë i thash vetes time, unë po shkoj ke mama sot. Sot i mama. Kam vuajtur shumë. Kemi zbritur aty, në agjensinë e ato buzave në Burrel, edhe nuk dija ç'koja ke shtëpia në Ndajës tashi, nuk e dija shtëpinë. Ishte një burr aty, po ka qenë koha kur Tirana nuk ishte mbi populluar, ishte viti 64 tani që po zbrisja unë, se unë kam shku si duke në 59, në 5 vjetë kemi net. Edhe një burr unë ashtu, kam qenë fëmijë shkatët gjithmonë. O shoko, i thash, a njefti dajën tim, thash, daja im, thash, është qetë huqi, kasapi moj modhi Tiranës. Po, tha, e njof. A më qoj që ke shtëpia dajës, se unë nuk e di shtëpinë e dajës. Po, tha, i qoj. A i tha, qoj, po as dorën s'ma hipte, as qesen s'ma mbajti, unë me një dorë të reksha qesen, qesja ishte më i gjatë se trupi im. Nga njëherë lëvizja qesen kështu që të shikoja rrugën. Në dorën tjetër mbaja vllajin për dore. Kur arritëm pas ke shtëpia në Ndajës. Të çoj vërtet ai? Po, më çoj, me të vërtet. Kur hapa portën në Ndajës, unë se në Ndajë ime ka pas gjithmonë shtëpi përballë shkollës lidhe Prizrenit. O shem tash ai pallat, ai shtëpi po bëhet një pallat. Në Ndaja sapo na pa, ua! Fëmijët e Fatimes tha. Erdhën. Në Ndajë thash na çoke moma. Jo, tha flini sonte këtu. Jo, thash do na çosh ke moma, thash nuk do rrim këtu dhe ne kishim mallë 5 vjet papa nonën me sy. Që vje për të qarë, vina po dhe unë sa herë qaj vetën ti me kujtoj atë. Prandaj unë kur unë martova me thënë drejtë se po shkëputem pak nga tema, burri im më donte shumë, po ishte pak xheloz. Dhe unë i thash vetes time, le të jetë xheloz, punë e madhe. Unë s'do kem asnjëherë probleme. Unë kur nuk do braktis fëmijët e mi, sepse mendoja atë që kisha kaluar vetë. Edhe në Ndajë na mori për dorë, na çoi ke mama, ke shtëpia e mamës, dhe unë më qefa.
Kurse vëlla im netit përballë. Mama ime ishte rroba qepse dhe na ndaja i tha. Fatime tha, ka ardhi katunare, tha, më ka prukte të shunin, tha, me i qepi pal patalona. A ja qepti, Fatime? Mama ime tashi po e shifte fisnikun, vllajin tim, po kur fisniku i bëri syt kështu, ua, tha, po ky është çuni im, tha fisniku. Pritmi tha se do jetë dhe ajo tjetra, edhe më gjeti dhe mua. Pra, kam kalu një dramë të madhe. Por pastaj, kaluan 2-3 vjetë, mbas asaj atë 4 vjetë, dhe unë jeta dashurin time. Po jeta me të vërtet njeriu e duhur, më ka dashur shumë, ka respektuar shumë burrim, megjithëse ai vdi qiri. Ka punuar këtu në Tiranë, shofer në udhëheqje, shofer kështu. Po pse urzërin? Jo, tha se mos ndoshta, se shiko, Rudina, unë nuk kam frikë, Rudina, po unë kur flas në Facebook, kur shkruaj, më hidhet ndonjë, nga Tirana janë, po janë të ardhur, hik më i zoj, më thot mu, ç'po flet për këtë lulishte në Tiranës? Kjo lulishte ka qenë komuniste. Ja, po çfarë fleti? Ik me si ti që ke komuniste. Këta të bëjnë, unë nuk e di, s'kam parë kështu njerëzish.